Unë jam në mandatin e parë të Këshillit Bashkiak dhe natyrisht eksperienca në fillimisht më ka munguar. Projekti Bashki të Forta më ka mundësuar instrumentet që unë të jem efikase në vendin tim, në territorin tim. Pasi informacioni dhe dija janë instrumentet më të mirë që ne mund t'i përdorim për të mirën e përbashkët. Të nderuar këshilltar, mbështetjet meni. Fakti që ne ndiqemi online bën qytetarë më të ndërgjegjshëm, më të informuar, më të ditur në lidhje me problematikat e tyre, na bën edhe ne më të përgjegjshëm kundrejt elektoratit tonë. Ndodh që ndërkohë që jam në mbledhje, dikush më shkruan për një problematik dhe unë në kohë reale arrit të transmetoj administratës një problematik të terrenit. Një ndër projektet e para që kemi bërë është Informo Sot dhe Parandalon Nesër, një fushat informuese me një grua të mbijetuar nga kanceri, me një psikologe dhe me një mjeke dhe kemi shkuar në të gjitha shkollat e mesme të Mirditës. Si mund t'i ndihmojmë ne fëmijët me aftësi ndryshe me aq mundësi sa kemi? Vendosëm që t'i blinim mjete didaktike, mjete argëtuese, muzikore për fëmijët, për klasat burimore në Mirdit. Një tjetër projekt ka qenë 8 marsi në familjen time, ku ne kemi përfshirë shkollat 9 vjeçare në të gjithë Mirditën, ku fëmijët kanë pikturuar nënën dhe rolin e saj në familje. Ndoshta nuk kemi bërë gjëra të mëdha, ama kemi vendosur shumë angazhim. Shpeshherë nuk duhen shumë para për të bërë gjëra të mira, duhen pak para e shumë vullnet.